A çka të pëlqen tjetër? Çka don ti me u bë kur të rritesh? Pilote. Pilote, ua, sa mirë. Pse të pëlqen me kon pilote? Ti ke udhëtu me aeroplan, apo? Po. Të pëlqen lartësia, të pëlqen ajo adrenalina. Dhe me qenë pilote është ndjenje veçantë shumë. Po unë e di që ti shkon edhe në volejboll, apo? Po. A të pëlqen shumë volejbolli? Po. Që sa shkon në volejboll? Një vjet ose më shumë. Okej, në volejboll shkon kështu për kohën e lirë me kalu, për mes me najt në iPad, apo? Nuk e marrë pjesë në turnire, në gara, në? S'ka marrë. A ke a keni plan me ekipen, me marrë pjesë në këto? Kur të rritë më shumë, nështë ta marrëm. Kur të rritesh pak më shumë, nështë ta merë pjesë. Volejbolli është diçka që e sheh vetën në të ardhmen, apo veç me hub kohën e lirë? Me hub kohën e lirë. Me hub kohën e lirë. Po tash për krejt landeve mësimore që i ki, cila është ajo që ty të pëlqen mas shumë të edhe që i bën detyrat me qef, që e mëson me qef? Edukat figurative. Vizaton mirë, dhe me thonë. Po. Me hije dritë, me cila metode vizatimit pëlqen më shumë? Me ngjyrë, me ngjyros? Me ngjyra drunit. Me ngjyra drunit. A ki kështu kohën e lirë që ngjyros, që vizaton të shtëpia? Po. Qa vizaton më shumë? Natyrën. Natyren. A e ki kështu më shumë që e imagjinan, apo i këshyrën për shembull në iPad? E imagjinaj. E imagjinan. Cila pjesë, cila stine natyrës të pëlqen më shumë? Natyra në vjesht, natyra në dimër, natyra në verë, apo natyra në pranverë? Natyra në pranverë. Pse të pëlqen natyra në pranverë më shumë? Se është koha me diell dhe të qelin lulet. Ka shumë ngjyra, edhe ty të pëlqen punimet me ngjyra shumë. Po. A nën kupton kjo që ndoshta edhe bëhesh piktore kur të rritesh ajo? Se ke menu? Po. Po, pilote, volejboliste, matematicinte, edhe piktore. Kuj ti kënë gjati kështu artiste? Mos i kënë gjatë pak dajes? Po. Përse ti je mbesa e një prej personave më kreativ që televizioni Kanal 10 e ka, që është Albanus Kona, i cili sot ka me qenë edhe pjesë e emisionit bashkë me Besën, se ka me na gatu. Doja gatun mirë të shtëpia, po? Po. Qa gatun mas mirë ti doja? Qësë qka? Qa të pëlqen ty mas shumë ti? Kur gatun doja? Najt sandwich, salat. Sandwich. Sandwiche. Sandwich albanezo. Albanezo. E kena provu sandwichin albanezo. Une me dojnë kena me gatu sot mas rubrikës tone një recet, i kime najt me neve dhe kena me hongër bashkë qatë recet, okej? Unë të uraj ty shumë sukses edhe në gara tua me Brain o Brain, edhe në volejboll, po unë shpresoj shumë që kime arrit edhe ëndrën me u bë pilote. Po.